Këtë të shtunë vendi ndodhet në heshtje zgjedhore një ditë para se 334.000 qytetarë në 5 bashki të vendit t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. Procesi do të zhvillohet në Vlorë, Berat, Rrik, Madh dhe Tepelen, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar tani më shpërndarjen e të gjitha materialeve zgjedhore. Për sigurinë dhe mbarvajtjen e procesit, policia e shtetit ka vënë në zbatim një plan të detajuar masash, ku janë marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore dhe 473 qendra votimi, ndërsa 612 efektiv do të jenë në terren për transportin dhe ruajtjen e materialeve zgjedhore. Fushata është cilësuar si më e qetë dhe më e pazakonte viteve të fundit, pasi munguan mitingje të mëdha dhe prania e liderëve kryesor Edi Rama dhe Sali Berisha në fushë betejë. Në Vlorë, me rreth 172.000 votues, gara zhvillohet mes Brunilda Mersinit të Partisë Socialiste dhe Dionis Sotës të mbështetur nga opozita si dhe Gjergj Nikës. Në Berat, socialistët garojnë me Ervin Cecen, ndërsa përballë tyre është Pavlo Shkarpa i pavarur dhe i mbështetur nga opozita. Në Mat, gara do të jetë treshe midis Altin Bojani të Partisë Socialiste, Suzana Pashës si kandidate e pavarur dhe Eduard Brahilikës të mbështetur nga opozita. Në Cërrik, përballja është midis Florenc Dokës e Partisë Socialiste dhe Amarido Hoxhën, të mbështetur nga Partia Demokratike, ndërsa garon edhe Eligert Himan nga Lëvizja Shqipëria Bëhet. Ndërsa në Tepelen, Gramos Saku i Partisë Socialiste do të sfidohet nga i pavaruri Gabriel Guma. Kryebashkiakët që do të zgjedhen të dielën do të kenë mandat 1 vjeçar gjys deri në zgjedhjet e ardhshme vendore të vitit 2027. Në 3 bashkitë, Madh, Berat dhe Tepelen, kryetarët dhanë dorëheqje për të bërë deputet. Ndërsa në Cërrik, kryetari i bashkisë Andri Salla u emërua në kabinetin qeveritar si ministri i bujqësisë. Ndërkohë në Vlorë, kryetari i bashkisë Ermal Dredha dha dorëheqjen.